Zëvendës kryeministrja dhe ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku inspektoi kantierin e punimeve për zgjerimin e rrugës hyrëse në Ksamil, që synon të lehtësoj fluksin e qarkullimit të mjeteve gjatë sezonit turistik. Balluku tha se projekti për këtë aks rrugor në 1.6 kilometrat e para e kthen rrugën në 3 korsi duke i dhënë një shpejtësi tjetër qarkullimit të mjeteve, ndërsa në 2.6 kilometrat e tjera në vijim, rruga kthehet me 2 korsi të kategorisë C interurbane. Në zgjerimin e rrugës Ksamilit, një nevojë që ka lindur për shkak të gjithë fluksit të shtuar turistik dhe një kërkesë e Bashkisë Sarandës për të ndërhyrë me njëherë, u mor parasysh kjo nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe nga ARSH-ja, duke arritur kështu dhe duke pasur një projekt të plot, i cili në 1.6 kilometrat e para e kthen rrugën me 3 korsi dhe duke i dhënë një shpejtësi tjetër dhe duke pasur parasysh gjithë bllokimin që ka pasur zakonisht në këtë aks, ndërkohë që 2.6 kilometrat e tjera janë me 2 korsi, flasim për kategorisë C, por që kemi edhe disa vepra arti, të cilat janë të vogla për të thënë të drejtën, por që kanë një funksion shumë të rëndësishëm në këtë vepër. Ajo apeloi për respektimin e afateve dhe për përfundimin e punimeve deri në prill të 2026-s, duke qenë se në Shqipëri është zgjatur sezoni turistik, siç tha Balluku, do të donim që kjo rrugë të ishte gati para fillimit të sezonit turistik 2026. Respektohet afati kontraktual, pra mos jetë pas prillit, duke qenë se tashmë sezoni në Republikën e Shqipërisë ka filluar të zgjatet në kohë, dikur fillon të në qershor dhe përfundon në fillim shtatorit, tashmë fillon në prill dhe përfundon në fund të tetorit, ndaj ne do deshim që të gjitha këto zona turistike të kishin gjithçka të përfunduar para se të fillojë sezoni 2026-s. Ndërkohë ne jemi duke bërë edhe një sër ndërhyrjesh për mirëmbajtje apo ajustime në të gjithë vijën bregdetare. Balluku tha se po vijon mirëmbajtja e akseve rrugore në hyrje të tunelit të Llogaras Dërmi Palas, si dhe në rrugën tradicionale të Bregdetit, që në këtë sezon veror frekuentohet nga fluksi shtuar i turistëve. Ajo bëri të ditur se në planet e reja është ndërtimi i aksit rrugor tuneli Llogaras Sarand, që quhet rruga e Bregut, ndërsa aktualisht po vijohet me mirëmbajtjen e saj për shkak të fluksit të shtuar të qarkullimit gjatë këtij sezoni veror.